Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Salavatet tona e dërojmë Muhammedit alayhis salam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Ju përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, rahmeti i Allahut xhalla shanu qoftë mbi ju, mbi ne dhe mbi gjithë ata të cilët e meritojnë mëshirën e rahmetin e Allahut subhanahu wa taala. E të tjerët, lusim Allahun xhalla shanuhu që t'i udhëzoj, t'i drejtoj, e t'i bëj meritor që edhe ata të i fut Allahu subhanahu wa taala në mëshirën e tij, në rahmetin dhe në udhëzimin e tij. Mirë se takohemi edhe sante në këtë natë të bekuar, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që minutat të cilët i kalojmë së bashku të jenë nga ato kohët e vlefshme dhe nga ato kohët e çmuara, pas të cilave ne do të dalim me kuptime të reja, me mësime dhe përkujtime të cilat do të na shërbejnë e do të na nevojiten gjatë jetës tonë. E mendoj se nuk ka moment prej momenteve më të mira që dikush prej neve kalon se sa të jetë i ulur e të ndëgjoj për fjalët e Zotit, të i përkushtohet atyre e pastaj të bëj përpjekje për zbatimin e tyre dhe jetësimin e tyre në jetën e kësaj bote. Po flasim për fjalët e Allahut subhanahu wa taala, po flasim për mësimet e Zotit, po flasim për udhëzimet e të gjithëmshirshmit, të bujarit, të urtit, të Zotit të gjithësisë, mësime dhe udhëzime të cilat nuk kanë ardhur për asnjë arsye tjetër, përveç se neve të na drejtojnë, neve të na udhëzojnë, neve të na përmirësojnë dhe të na mundsojnë që ta kuptojmë se jeta e kësaj bote është provimi i jon e rezultatet e kësaj do t'i shohim në ditën kur do dalim para madhnisë së Allahut subhanahu wa taala. E gjithmonë kur po flasim për procesin e jetës dhe ditët të cilat i jetojmë këtu, pa asnjë dilemë është shumë e nevojshme që të ndalemi shpesh herë nga rutina e zakonshme e kalimit të ditëve, të javëve e të muajve të jetës tonë, për të bërë një lloj llogarie dhe për të bërë një lloj rishikimi të pozicioneve tona në raport me Allahun subhanahu wa taala, në raport me mësimet e tij, në raport me kontributin dhe në raport me gjurmët të cilat i lëm pastaj në jetën në të cilën jetojmë. Vëllezër dhe motra, në këtë dynja, në këtë botë, në këtë nënqiell të cilën ne sot jetojmë, kanë jetuar shumë njerëz para nesh, e do të jetojnë edhe shumë tjerë deri në momentin final të asaj për të cilën jemi krijuar, e është dalja para madhnisë Allahut subhanahu wa taala. E Allahu xhalla shanuhu këtë moment na sjell shpesh herë para mendjeve tona, sepse është momenti mbi të cilën ne reflektojmë realisht. Është momenti në cilën ne e kuptojmë vogëlsinë tonë, e kuptojmë pastaj edhe përgjegjësinë të cilën e kemi. Argumentet që flasim për këtë ditë dhe për këtë moment janë të shumta, janë gati se vështirë të numëruara, nga argumentet fetare, nga argumentet logjike, nga argumentet të cilat na rrethojnë dhe për të cilat sigurisht se jemi thirrur që të i meditojmë, të i kujtojmë shpesh herë. E Zoti fuqiplot me urtësinë dhe mëshirën e tij, këtij njeriu i cili jeton një jetë të vetme. Pra, kuptojni drejt, ta kuptojmë sinqerisht, se e kemi një jetë të vetme, është një mundësi e vetme, është një distancë e vetme të cilën duhet ta kalojmë. E nëse mund ta
formulojmë pak më ndryshe, është një rrugë e vetme të cilën duhet ta kalojmë. Dhe është një stacion i vetëm dhe një objektiv i vetëm, një synim i vetëm në të cilën ne drejt ti udhtojmë. Derisa është kështu, dhe njeriu e kupton se ka një jetë vetme, ka një mundësi të vetme, e ka një rrugë që duhet ta kaloj, dhe në fund e ka vetëm një stacion, është shumë e rëndësishme që njeriu ta ndjek rrugën e duhur. Kur po flasim për një rrugë, po flasim për një rrugë të duhur, për një rrugë të vetme e cila të shpihet tek stacioni i caktuar dhe tek përfundimi i kërkuar. Në qoftë se kjo është mundësia e vetme të cilën e kemi në jetën e kësaj bote, atëherë kuptojmë se ka i bie që njeriu të jetë i kujdesshëm që ta ndjek rrugën e duhur për ta shpihen në stacionin e duhur. Çdo ndjekje do në ndonjë rrugë tjetër, çdo përcjellje në ndonjë rrugicë tjetër, pavarësisht se çfarë rrugësh dhe rrugicash janë të tjerat. Ajo nuk duhet në asnjë moment besimtarit dhe njeriu të vigjilent të i bëj përshtypje, sepse kupton që hyrja në secilin prej tyre nuk do ta shpijë atje ku duhet. Pra, për ta thënë me një fjalë, ne jemi nisur për tek xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Për tek xhenetet të cilat Allahu xhalleshanu i ka përgatit shpërblim dhe begati për ata të cilët e kuptojnë se është një rrugë vetme që i çon atje. E pastaj për të mira dhe begatit e gjithmonë të cilat Allahu xhalleshanu i ka përgatit, është temë në vete, që është trajtuar dhe trajtohet në vazhdimsi, e që besimtari shpeshherë është e nevojshme që t'i kthehet librit të Zotit, për shkrimeve të pejgamberit alayhis salatu wassalam që ta kuptoj se çka e pret në fund të rrugtimit. Po njëkohësisht është shumë e rëndësishme që ta kuptoj se rruga e cila nuk të shpije në këtë stacion, ku të shpije. Çdo rrugicë tjetër ku të çon. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Që të mos bëhet relativizimi i gjërave. Ne sot jetojmë në një kohë kur bëhet një luftë e madhe dhe bëhet një përpjekje e madhe që gjërat megjithatë të shihen shumë relative. Dhe shembujt për këtë janë të shumtë. Një mund të jenë afër, mund të kenë shoqëri, mund të jenë çfarëdo që të jenë, dhe po e them në fund të ditës, njeri falet, shkon në kafë, shkon në namaz, tjetri mund të shkojë në një vend ku s'do ta përmend emrin, pra vende të ndryshme, dhe në fund përsëri të takohen, të jenë shok, të vazhdojnë jetën dhe ta pyet njëri tjetrin, ti ku ke? Kesh namaz, ani shumë mirë. Ti ku ke? Kesh në vendin e caktuar, ani shumë mirë. Edhe me kaq. Por edhe ti mirë që ke atje, edhe ti mirë që ke atje, në rregull jam. Këtë normal është kjo punë. Apo njëra nga vajzat ose një femër e cila është e mbuluar me shami, ndërsa shoqja e saj ndoshta është në gjendjen më të keqe të mundshme të veshjes së saj. Dhe secila e komplimenton tjetrën. E thotë, "Oh, ti po dukesh mirë kështu." "Po mirë, edhe ti po dukesh mirë." "Apo në rregull jemi, ti mirë, unë mirë, në rregull është." Apo thjesht domethënë ndoshta në fund të verës kthehen pushime dhe bisedojnë njerëzit mes veti. "Ku ke ti?" "Valla unë isha për pushime në Umre për shembull." "Ti ku ishe?" "Unë isha në filan vendin, filan." "Apo mirë shumë, si kalove?" "Ti mirë shumë, edhe ti mirë ke kalu, edhe unë kum kalu mirë, po jemi kënaqë, po mirë." Kaq. Ky relativizim sigurisht se është problematik, sepse në fundit pastaj i till arrin deri tek çështjet e besimit, ku njerëzit shpeshherë të gjithëve i thonë e kanë mirë. Edhe ai po lutet që lut të vdekur, edhe ai që lut varrin, edhe ai që beson në besutni, edhe ai që beson në besime të kota, edhe ai po beson, edhe ti po beson, mirë jemi, edhe ai po beson dikun, edhe ti po beson dikun. Sigurisht se kjo nuk është mësimi i Islamit. Kjo nuk është e vërteta e fesë. Po të vinte pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe të merre me gjështet caktuar
nuk do ta kishte problemin të cilën ai ka has. Problemi i pejgamberit alayhis salatu wasallam ishte kur njerëzve i thirrin në besimin e pastër në një Zot dhe njëkohësisht u tregoi se çdo besim tjetër është i kot. Kur pejgamberi alayhis salatu wasallam erdhi me Kur'an dhe erdhi me shpallje nga Zoti xhaleshanu dhe u tregoi njerëzve dhe tha që kjo është rruga e vetme e drejtë, çdo rrugë tjetër është rrugicë e cila nuk të shpije askund. Këtu e kishte pejgamberi sa problemin. Andaj ne shumë nevojshme se ta kuptojmë dhe ta mësojmë dhe ta edukojmë veten tonë, sepse Islami na ka mësuar kështu. Ky nuk është produkt i mendjes njerëzore, as nuk është sajes, po është mësim i Allahut subhanahu wa taala. Se rruga për në xhenet është vetëm një. Të gjitha tjerat janë rrugica. Dhe në qoftë se një rrugë nuk të çon në xhenet, të gjitha rrugicat tjera dihet se ku të çojnë. Andaj çështja është shumë madhore. Çështja është shumë delikate, çështja është me nivelin më të madh të kujdesit që duhet ta kemi. E duhet të flasim vetes tonë, e duhet të flasim të gjithë atyre të cilët i dom, e ne i dom të gjithë. Dhe realiteti dhe tregimi i të vërtetës nuk nënkupton armiqësi, as nuk nënkupton urrëtie, jo tregon qartësi dhe tregon dashamirësi në fund të fundit. E Allahu subhanahu wa taala në mëson Kur'an, dhe këtë është mësimi Zotit xhaleshanuhu, i cili në mëson se rruga e vetme e cila të shpihet tek Allahu subhanahu wa taala është një. Këtu po flasim rrugën e njohjes së Zotit, rrugën e adhurimit të Zotit xhaleshanuhu, besimin në Allahun subhanahu wa taala e deri tek portat e xhenetit. Është një rrugë e vetme. Nga se edhe është e njohur se mes dy pikave ka mundësi të jetë vetëm një vijë e drejtë. Të gjitha tjerat nuk janë pastaj të drejta. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa anna hadha sirati mustaqima, fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul, fatafarraqa bikum an sabili." Kjo është rruga e drejtë. Pra kjo është sirat al-mustaqim. Kjo është sirat al-mustaqim, rruga e drejtë. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Fattabi'uhu", ndjekni këtë rrugë të drejtë. Ja ku e keni, nga besimi, nga argumentet, nga qartësia, nga shpërblimet, nga kujdesi që të mos vëni punët cilat u rrezikojnë të nxjerrin nga kjo rrugë, të gjitha e keni të qarta. Allahu subhanahu wa taala, kjo është rruga. Cilën na ka mësuar dhe e ka kompletuar pejgamberi alayhis salatu wasallam, duke na treguar se çka duhet veprojmë nga paralindjes së njeriu, në lindjen e tij, gjatë jetës së tij, në fundin e jetës së tij, në udhtimin e varr, udhtimin e ditën e llogarisë e deri tek xheneti Allahu subhanahu wa taala. Është e detajzuar dhe është e shenjëzuar me të gjitha shenjat e kërkuara, ndjekja e të cilave nuk çon diku tjetër pas në xhenet, pas portat e xhenetit. E do të shohim se anash kësaj ka bajegi doshaja të shumta, të cilat tërheqin për dikun tjetër. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Fattabi'uhu", ndjekni këtë rrugë, "wala tattabi'u as-subul", e mos i ndjekni disa rrugica të tjera. Mos i ndjekni disa hyrje të tjera të cilat i keni gjatë rrugës, nga se kjo do t'u largoj, e do të devijoj, e do t'u nxjerr nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu xhaleshanuhu po e përmend se kjo është rruga e vetme e vërtetë që Allahu subhanahu wa taala na tregon. Andaj e përmendum nëse kjo rruga është rruga e njëshmërisë Allahut subhanahu wa taala, imani në Allahun xhaleshanuhu, në melajket e tij, në librat e tij, në pejgambert e tij, ditën e gjykimit, nga deri në Allahu subhanahu wa taala, e kështu me radhë, zbatimi i urdhave të Allahut xhaleshanuhu, largimi nga gjunahet, qëndrueshmëria në moralin dhe në edukatën e kësaj feje, në fjalë dhe në vepra, pavarësisht se çka kërkohet për besimtarët dhe si kërkohet nga ai. Në qoftë se shohim këtë grumbull të cilën është përshkruar me këto cilësi të cilat janë përshkruar kësaj rruge, dhe kuptojmë rëndësinë dhe e kuptojmë pastaj se ku të shpije kjo rrugë, atëherë kuptojmë mirë çka i bie që besimtari jo më pak se 17 herë gjatë një dite të vetme
vetëm në namazet farz e lut Allahun subhanahu wa taala ihdina as-sirata al-mustaqim. Kuptu? Allahu po thot ihdina as-sirata al-mustaqim është kërkesa dhe është lutje e parë që ja bëjmë Allahut subhanahu wa taala. Dhe atë në çdo rekat të namazit ku Zotit i qëndrojmë përpara. O Zot, udhëzona në rrugën e drejtë. Po i kërkojmë Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është qartësimi i parë i pozicioneve tona në jetën e kësaj bote. Kur besimtari e mëson, pra Allahu xhaleshanu e mëson njeriu në përgjithësi, pavarësisht se disa nuk e dojnë këtë mësim, dhe besimtari e ka përqafu me vetë dëshirë këtë pozicionim, i thot Allahut subhanahu wa taala ihdina as-sirata al-mustaqim. O Zot, ti udhëzom në rrugën e drejtë. Pra une praktikisht njeriu i thot Zotit në komunikimin e tij të drejtë për drejtë. Nga se namazi, në këtë rast, surja Al-Fatiha, është komunikimi drejt për drejt me Allahun subhanahu wa taala. Këtë na ka tregu pejgamberi alayhis salam, cili ka thonë se Allahu xhallahu ka thonë qasamtu salati baini wa baina abdi. E kam da surën Al-Fatiha mes meje edhe robit tim. Dhe në çdo shprehje që ne e them, Allahu xhallahu na e kthen përgjigjen e caktuar. Falenderoj robim, u madhroj robim e kështu me radhë, në pjesën e parë që është lavdrim i Allahut subhanahu wa taala. E pjesa e dytë është kërkesë. Mase e ke njoft Allahun xhaleshanu dhe ke kuptu madhështinë e Zotit fuqiplot dhe ke kuptu që çka ka përgatit Zoti për ditën e llogarisë, sepse i thu Maliki Yawmiddin, i thu sunduesit të ditës gjykimit, e kupton rëndësinë e kësaj, atëherë nuk mbetet gjë tjetër posa që para madhnisë Allahu xhaleshanu ta kuptosh dobësinë dhe ta pranosh dobësinë tënde përballë Zotit fuqiplot dhe ti thush pastaj atij ihdina as-sirata al-mustaqim. O Zot, për me realizu krejt këtë, njohje tane, madhnim tane, adhurim tane, në nështrim dhe i teje, ndjekjen dhe zbatimin e asaj që ti ke kërku, prej teje, o Zot, po kërkoj që të me udhëzosh në rrugën e drejtë. Ti udhëzom në Zot në rrugën e drejtë. Ti mësoma, o Zot, cila është rruga e drejtë. Ti mësoma, o Zot, ka duhet me i ra one. Andaj, ndodh shpesh herë një lloj paradoksi i madh mes madje vetë besimtarëve, të cilët falin namaz, të cilët i qëndrojnë Allahut përpara, ndodh shpesh herë ky paradoks. Dëgjoj se kjo është e rrezikshme. Në namaz i themi Allahut ihdina as-sirata al-mustaqim. Udhëzom në rrugën e drejtë. Udhëzom në rrugën e duhur. Udhëzom në rrugën cilën ti e ke përcaktu që tjetë rruga e vetë me cila shpije të knatësia jote dhe të xheneti. Parimisht dhe praktikisht kështu i thëjmë Allahut. Mirë, por momentin e parë që dalim prej namazit dhe në rrugën tonë, bajegi dhe rrugica tjera në tërhekin, edhe bajegi dhe rrugica tjera i favorizojmë para rrugës Allahut subhanahu wa taala. Praktikisht në ndodhë, kjo shpesh herë. Ashtu që është në ndodhë shpesh herë në raport me namazën dhe komunikimin tonë me Zotin. Allahu subhanahu wa taala i thëmë iyyaka na'budu. O Zot, vetëm ty të adhurojmë, edhe kënë surën Al-Fatiha, vetëm ty të adhurojmë. Amo praktikisht pastaj na del se zamrën ne kemi të lidhur bajege shpesh dhe bajege shumë me dikant tjetër pas Allahut. E kemi me pozitë, kemi me dynja, kemi me lakmi, kemi me gjunahe, zamrën na ka marrë dikush tjetër. Na ka përvecu dikush tjetër, ndërsa neve na ka marrë në raport me Zotin vetëm deklarata. Andaj në këtë rast, ihdina as-sirata al-mustaqim është dorëzimi jon praktik në ndjekjen e kësaj rruge, duke qenë të sigurt dhe duke pas të garantuar se ndjekja e kësaj rruge ka më na shpije tek kënaqësia e Zotit xhallashanuhu dhe mos ndjekja e kësaj rruge na shpije tek hidhrimi i Zotit xhallashanuhu. Andaj jo pak njerëz në raport me Kur'an dhe komunikimin e tyre me Kur'anin i ka godit fuqishëm kjo shprehje, nga se njerëzit kanë thonë pastaj pse unë duhet me kërku nga dikush tjetër, pra nga Zoti për me gjetë rrugën e drejtë. Unë jam i gatshëm, unë jam i Zoti vetë me gjetë rrugën e drejtë.
Allahu subhanahu wa taala këtu e thën egon, lakmin dhe pretendimin e njerit se ai mundet me e gjetë rrugën për të Zotit me përpjekjet e tij. Sepse Allahu xhallashanuhu nga rahmeti i tij ja ka qartësu dhe ja ka detajzu njeriu rrugën e cila e shpihet tek Zoti, duke mos e lënë njeriu të lodhet e të mundohet në përpjekje për me gjetë Zotin. Dhe imagjinoni, mos me na pas lënë Allahu subhanahu wa taala rrugën e cila na shpihet tek Zoti. Me na lënë Allahu xhallashanuhu rrugën e cila shpihet tek Zoti në përpjekje dhe në mundësitë tona për me gjetë atë. Do të bëj kaos i madh, do të bëj fesat i madh. Me qartësimin e rrugës edhe sot në këtë dynja ekzistojnë mbi 4000 besime që njerëzit e besojnë. Edhe pse Allahu e ka qartësuar dhe e ka argumentuar deri në finesa rrugën e cila të shpihet te Zoti. E megjithatë, njëri ban eksperimente. E imagjino mos me kon e qartësuar me kjo rrugë e cila të shpihet tek Zoti. Andaj Allahu subhanahu wa taala pasi po na tregon se kjo është një rrugë e vetme, po na tregon që o njeri, kujdes, mos ban eksperimente në kërkimin e kësaj rruge. Mos ban eksperimente në ecën këtë rrugë. Mos ban eksperimente sepse është e rrezikshme dhe është e panevojshme dhe është humbje kohe, është humbje e mundësisë që të arrish lirshëm dhe lehtë në cakun e kërkuar, ndërsa ti me kërkimin e rrugicave ose ndjekjen e rrugicave mund ta humbësh rrugën e drejtë e pastaj nuk përfundon askund tjetër përveç se në rrugica të cilat fundin e kanë pastaj të gjitha në një vend të vetëm, një vend i padëshiruar për asnjërin prej asnjëri prej neve. E sigurisht se pejgamberi alayhi salatu wasalam si jetësuesi më i mirë dhe praktikuesi dhe komentuesi më i mirë i këtyre mësimeve ua jetësoi sahabeve e u asqaroj atyre në mënyrë të detajuar këtë rrugë, sarimet të cilat do të shohim në pjesën e dytë të këtij takimi. Shikues të dashur, kthehem në pjesën e dytë të këtij takimi të përbashkët përmes ekranit të PIS TV-s, në hijen e mësimeve të Allahut subhanahu wa taala, mësimeve të Islamit, e ku sante po e shfaqim dhe po e bashkëbisedojmë një nga çështjet shumë të rëndësishme e madje jetike të jetës së njeriut, ajo është ndjekja e rrugës së duhur dhe arritja e synimit të kërkuar nga secili prej nesh. E pam në pjesën e parë se Allahu subhanahu wa taala na tregon se është një rrugë e vetme. Dhe pam se sa e rëndësishme është të ndjekjet kjo rrugë. E pam pastaj edhe atë se Allahu subhanahu wa taala na ka mësuar që ta kërkojmë e ta lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj ndjekjen e kësaj rruge, e madje edhe ata të cilët i kanë me vite e vite në këtë rrugë. I kanë me vite e vite dëshmi të jetësimit të mësimeve të Zotit, asnjëherë për asnjë moment besimtari nuk është i pavarur dhe i panevojshëm nga kërkimi i ndjekjes së kësaj rruge dhe i forcimit të tij në këtë rrugë. Kjo i bie se besimtari gjatë jetës së tij mund të shfaqen shpesh herë disa rrugica të cilat për momentin duken se janë më të asfaltuara, janë më të rregulluara, janë më të përshtatshme për të ecën në to. Kjo ndodh, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka përshkruar në teori e ne e shohim praktik. Dhe e shohim përdit se njerëzit duke qenë në rrugën e duhur dhe duke ecë në rrugën e duhur, joshen dhe tërheken nga rrugica të caktuara për shkak të hieshis dhe për shkak të lakmis dhe për shkak të rregullimit momental që ndoshta mund ta ketë hyrja për në rrugica të caktuara. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, mësuesi i njerëzimit, ai i cili mënyrën më të mirë i mësoi sahabët dhe i edukoi ata se si duhet të mendojnë dhe si duhet ta shohin realitetin e tyre. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që transmeton Imam Ahmedi, një ditë prej ditëve e morën një shkop dhe po e bën një vijë në
dhe në tokë, në zallë, dhe një vit të drejt, e pyethot sahabeve të tij. Kjo është hadha siratu mustaqim. Që kjo është rruga e drejtë. Kjo është rruga e drejtë. Pra ato të cilën e mësojmë se duhet ta kërkojmë nga Allahu subhanahu wa taala, e duhet të kem ngulim në ndjekjen e saj. E pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam anash kësaj rrugës së drejtë i vendosi në të dy anët disa vija tjera. I bani disa vija tjera në të djathtë dhe në të majt të kësaj rruge. E pastaj çka tha? Hadhihi subul. Qito janë rrugicat. Hadha siratu mustaqim. Një është, vetëm një. Vetëm një është rruga e drejtë. Ndërsa rrugicat janë në shumës, sepse ato janë të shumta. Në pejgamberi sa më tha, hadha siratu mustaqim. Që kjo është rruga e drejtë. Ndërsa ana është tha subul. Këto janë rrugicat e shumta. Këto janë rrugicat e shumta. Ana shtyre. E pastaj e bani pejgamberi alayhi salatu wasallam një përshkrim shumë interesant. Shumë mahnec, të cilën duhet ta meditojmë në çdo moment të jetës tonë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ta ala kulli subul, në kokën ose në kryt të secilës për këtyre rrugicave. Tha, është një shejtan. Është një shejtan, i cili i thirr njerëzit dhe i tërheq njerëzit që të futen në për këto rrugica. Që të futen në për këto rrugica. Dhe kisha pas dëshirë, vëllezër dhe motra, të që na ndëgjon këto momente, e që gjatë jetës domosdoshmërisht kime u ballafaqu me këto rrugica. Kime pas para vetës këto rrugica. Kime i gjetë para vetës këta thirrës, ose këtë thirrës, ose është nga shejtant, ose është nga shërbëtorët e tij, ata të cilët në formë të njerëzve i shërbejnë kauzës së shejtanit. Ndaj, nëse je duke ecë rrugës së drejtë, e që ai sigurt se të shpihet tek mëshira e rahmetit e Zotit, dhe do të ndëgjosh thirrës në joshje dhe në tërheqje që të futesh në rrugicat e caktuara. Rezisto dhe mos prano që të bësh eksperiment që të futesh në këto rrugica. Sepse është shumë e rrezikshme. Do të thirrësh për imoralitet. Do të jeshohet e do të zbukurohet. Do të thirrësh për marrjen e pasurisë pa të drejtë, me çfarëdo lloj arsyetimi dhe me çfarëdo lloj mbulimi, ama ti në fundit e din se ajo është e padrejtë. Kujdes, rezisto, mos hyn dhe mos e ban provë këtë punë. Do të thirrësh për besimin në dikant tjetër poshtë Zotit fuqiplot, pavarësisht se si do të emërtohet dhe çysh do të ngjithet emri atij Zoti. Pavarësisht se me çfarë emri të bukur do të thirrët. Do të thirrësh në pasimin e dikujt tjetër, poshtë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pavarësisht se me çfarë emri. Do të thirrësh në rrugicën e alkoolit, të bigjozit, të drogës, të gjunaheve, të epsheve, të mendimeve të skajshme, liberale dhe të pakufishme, të mendimeve të mendimeve ose të ideve të feminizmit, të ideve dhe domethënë atyne promovimeve të caktuara të cilat sot i shohim dhe kemi pa dhe vazhdojnë dhe do të jenë gjithmonë ato rrugicat të cilat të ke fundit po nuk u kuptu se ato janë thirrjet e shejtanit, ata kanë arritë që me reklam dhe kanë arritë që me zbukurim i bashëm tërhece. Ne nuk themi se ato nuk janë tërhece për momentin. E nuk kanë arritë ata që të e bëjnë kamuflimin bajegi sfidus të rezistimit të tyre. Ama vetëm kuptohese, ajo është vetëm fillimi. Ajo është vetëm fillimi duket i tillë, ndërsa hyrja në të e ka ban shumë të vështirë pastaj daljen. E ban shumë të vështirë
daljen. Andaj, ajo që na mëson se si duhet të rezistojmë, është ky kuptim, që ta kuptosh se ajo është thirrje, vetëm thirrje. Andaj, po e paraqes në mënyrë figurative. Ajo që është e rëndësishme është se ky thirrës nëpër këto rrugica nuk arrin që tërheq me dhunë, as me forcë. Ndodh dikan që me forcë me shtin dikush në haram, jes ndodh. Ja, nuk ndodh. Njëri e ban pak nga dëshira, nga lakmia, nga eksperimenti, nga korreshtja e kështu me radhë. Andaj, po e paraqes në figurative. Është një perde në këto rrugica. Shejtani thirrsi, pavarësisht se çush e ka emrin, a ka pa përmend me emra tash, a e ka media, a e ka domethënë a e ka rrjet social, a e ka zbukurim nëpër rrugë apo çush do të jetë. Nuk ka shumë rëndësi thirrsi. Çush e ka emrin. Me rëndësi është se po thirr me hy brenda saj. Është një perde. Po nuk e hapet ti çat perde, pra vetëm e pa se çka ka, ata me dhunë dhe me forcë nuk të shtyn brenda. Ndërsa problemi është kur ti nga dëshira dhe nga lakmia dhe nga korreshtja don me e pa se çka ka brenda. Dhe në momentin e hapjes së perdes dhe eksperimentimit në futje në këto rrugica, atëherë është problemi i daljes nga rruga e varësisht sa larg pastaj shkon brenda këtyre rrugicave, është problemi i kthimit. Dhe ky është realisht paraqitja figurative e mahnetshme që pejgamberi alayhi salatu wasallam ja ka bërë rrugës së drejtë, besimit dhe këtyre rrugicave të cilat nuk shpihen askund tjetër përveç se në fund në hidhrimin e Zotit xhaleshanuhu dhe në xhehenamin e Allahut, Allahu subhanahu wa taala na ruajt nga ti. Nga mirë. Është një pyetje e logjikshme dhe e natyrshme që ndoshta ti që po ndëgjon këtë moment mund t'ja parashtrosh vetes. Dhe në komunikimin e largët fizik, por në komunikimin shumë të afërt shpirtëror që e kam tani me ju që na ndëgjoni, unë e di se çka mundet me të shkumenja. Mirë, si ta njohim këtë rrugën e vërtetë? Pra cilat janë shenjat që tregojnë se kjo rrugë është e vërtetë? Dhe kjo rrugë nuk është pretendim, e as nuk është fanatizëm, e as nuk është një lloj monopoli dikujt. Jo. S'ka lidhje as me fanatizëm, s'ka lidhje as me pretendim, s'ka lidhje as me dominim, s'ka as një lidhje me asgjë tjetër. Thjesht ne jemi përcjellës dhe tregues të shenjave të cilat i ka vendosur Zoti i botrave. Andaj nëse don me e ditë rrugën e vërtetë, të qartë, të vetme e cila shpije tek kënaqësia e Zotit fillimisht, e pastaj tek xhenetet e tij, atëherë e kuptojmë se ajo ka disa shenja. Shenja e parë, më e madhe, e pati kaluar si shenjë, është akidja, është besimi i pastër. Besim i cili nuk e lidh njeriu me askën tjetër, pos me Allahun subhanahu wa taala. Në njohjen e Zotit si krijues, në adhurimin vetëm të Allahut subhanahu wa taala dhe në madhnimin e Allahut xhaleshanu me emra dhe cilësitë e tij, e tëra kjo bëhet vetëm me sinqeritet, në nështrushmëri dhe gatishmëri që zemra jonë të lidhet vetëm Allahut subhanahu wa taala, duke mos i bë shirk Allahut xhaleshanuhu. Kjo është shenja e parë e rrugës së drejtë, e rrugës së vërtetë, e rrugës e cila shpihet tek xheneti Allahut subhanahu wa taala. Shenja e dytë është ndjekja e shenjave të cilat i ka vendosur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra pasimi i sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj Allahu xhalla shan thot kul in kuntum tuhibbun Allah. Nëse ju thoni e dojmë Allahun, pra po dëni me mritë Allahu, te xheneti Allahut, pra tek destinacioni i fundit i krejt njerëzve, dëni me mritë Zoti, atëherë ndjekeni shenjat të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam wa ka shënjizu me saktësi dhe precizitet për secilin punë, secilin angazhim dhe secilin kërkesë që duhet ta kryjmë në jetën e kësaj bote. Andaj pejgamberi ka thonë taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, u ju kum lan juve në një hapësirë të qartë, lejluha ka nahariha. Do nata është sikur na dita.
por nota që është e errët dhe nuk ka pamje të mjaftueshme në kuptimet e fesë, është sikur na dita nga qartësia cilën pejgamberi alayhis salatu wasallam ka plotsu. Andaj nuk ka nevojë as të shtohet e as të mangësohet as një presje e vetme nga mësimet të cilat pejgamberi alayhis salatu wasallam na i ka lënë. E na u kanë trashëgu, e na kanë ardhur të ruajtura me fanatizmin më të madh, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka garantu rujtjen e tij. Andaj ka thënë Imam Maliku, ai i cili ban diçka në fe, pra menon në gjatë rrugës me bë diçka, pra cilën se ka bë pejgamberi alayhis salatu wasalam, pa me ndjek në rrugë tjetër, e cila shpihen në xhenet, cilën nuk e ka ndjek pejgamberi dhe nuk ka lënë nga shenjat cilat pejgamberi i ka vendos, ka thonë ky njeri ka pretenduar se Nabi sallallahu alaihi wasallam khanë risale, pejgamberi sa me ka mashtruar dhe nuk e ka zbatu, ose e ka mshef, ose e ka trahtu shpalljen e Zotit, khasha wa kalla as nuk mund të paramendohet një gjë e tillë. Andaj shenja e dytë e saktësisë së rrugës e cila shpije tek mëshira e Zotit, tek kënaqësia e tij dhe tek xhenetet është ndjekja e sunetit pejgamberit alayhi salatu wasallam, duke filluar nga suneti pejgamberit, dashnia për sahabe, ndjekja mësimeve të tij e deri tek kuptimet të cilët ata i kanë vendos. Kjo është ajo që pejgamberi na ka lënë. Padyshim prej shenjave të mëdha që tregon se një njeri është në rrugën e drejtë, dhe njeriu është duke ndjek rrugën e drejtë, është punët e mira. El-amel as-salih. Atë vështirë është e pretendueshme ndjekja e rrugës së shpihet tek Allahu dhe xheneti pa namaz. Ku ka rrugë xhenetit pa namaz? S'ka be vallahi. Është problem. Është shumë vështirë të konceptohet, e të pranohet, e të mendohet. E pastaj dikush edhe ta promovoj se arrihet në xhenet pa namaz. Jo, bre. Jo. Nuk është punë këtu as vështirësie e as lehtësie. Nuk është këtu punë shtrëngimi ose lirimi, nuk është punë. Ne mund të flasim në mënyra të ndryshme. Ne mund të shprehemi në forma të ndryshme. Ndoshta me ngritjet tonit, me uljet tonit, me argumente, pa argumente, mund të flasim gjatë, mund të flasim shkort, mund të flasim çfarë do forme që dojmë. Mirë, po rezultati përfundimtar i punës së punëve të mira, të cilat çojnë në xhenet, ose nuk mund të paramendohet pa namaz. Pik. Falni prindve të juve, falni fëmijëve të juve, falni të afërmve të juve, tregoni atyne, vëllezër, mota, tregoni atij të cilën ti ja don të mirën. Puna më e madhe që mund të bëjsh për ta, dhe sakrifica më e madhe që mund të bëjsh për ta, dhurata më e madhe që mund t'ja bësh atij është që ta marrësh për dorë në sejdë para Allahut subhanahu wa taala. Mos prano me të vdek dikush nga i afërmit tu pa namaz. Mos e lejo vetës. Ti e din çka bën me ta. Ti e din si e bind. Ti e din çush i flet. Ti e din çka bën me ta. Ama në fund nuk paramendohet pretendimi i ndjekjes së rrugës së xhenetit që të shpihen në xhenet pa namaz. Problemi është pa xherim, pa haxh, pa zeqat, pa fjalë, pa dhikr, pa përmendjet Allahut subhanahu wa taala. Vështirë. Shkohet, janë domosdoshmëri të kalimit rrugës. Janë derivatet të cilat na shërbejnë përdorimi tyre për me mrin xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. E pastaj gjithashtu prej atyne shenjave që tregojnë dhe shënjëzimeve që tregojnë se kjo është rruga e drejtë, rruga e cila shpihet tek xhenetet e Allahut subhanahu wa taala, është qëndrueshmëria në këtë rrugë. Sepse njeriu ka sfida, ka telashe, ka brenga, do të ketë goditje të ndryshme, andaj qëndrueshmëria e cila vjen si rezultati ndihmës nga Allahu subhanahu wa taala, padyshim se është rezultati, është shenja e cila kërkohet që të zbatohet, rezultatin e cilës e presim në fund të rrugtimit. Andaj thot Allahu xhalla shanu, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, ata cilët kanë thënë Zoti është Allah, pastaj kanë qëndruar këtë, një largu nga gjunahet. Braktisja e gjunave është e domosdoshme. S'paramendohet shkumja tek Allahu subhanahu wa taala me prezencën në veten tonë e punëve të cilat nuk çojnë atje. Pra ato janë dëmtim, ato janë rënim, ato janë pengesa të çumjes për tek Allahu subhanahu wa taala.
Pra përveç këtyre janë disa shenjë të cilat ose janë disa tregues ose punë dhe vepra të cilat nuk duhet me i pas për me tregu se je të shku në rrugën e duhur. Pra duhet me i braktis ato për me ta mundsu ecën këtë rrugë. Përndryshe prezenca e këtyre punëve në veten tonë është pengim i rrugtimit dhe i ecjes dhe kalimit të kësaj rruge për me mritë të xhenetit. E padyshim se më e madhe për tyre është e kundërta e besimit atje, është shirku. Pra nuk pretendohet shkumja dhe arritja e synimit dhe e qëllimit në fund të rrugtimit xhenetit Allahu subhanahu wa taala duke ndjek rrugën e shirkut, rrugën e epsheve, rrugën e lakmive, duke dhënë përparësi mendjes para shpalljes Allahut subhanahu wa taala, duke në përkom shpalljen e Zotit xhallashanuhu, duke vepruar e duke bërë gjunahe të cilat Allahu subhanahu wa taala është i hidhur me to dhe sigurisht se nuk është i kënaqur me to, e cilat padyshim se e rënojnë dhe e prishin ose e vonojnë këtë rrugtim. Këtë në fund pasaj është një mrekulli e funksionimit të mësimeve të Zotit. Vëllezër dhe motra, ne dojmë, sepse Allahu subhanahu wa taala don kështu, që ne ta ndjekim këtë rrugë. Këtu, sepse kemi një rrugë në fund atje, e cila edhe ajo ka sirat, emnin. Edhe ajo ka emnin sirat, por e cila është rruga e vetme e cila çon xhenet nga brigjet e xhehenamit. Pra duhet të kalohet nga ajo për të kaluar në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj, aty është vetëm një. Nuk ka mundësi pra të ndjeket në këtë dynja shumë rrugë e atje të synohet të kalohet nga një rrugë e vetme. Ndërlidhja është e mahnetshme. Kushdo që e ndjek rrugën sirat al-mustaqim këtë dynja, do ta kaloj let siratin mbi xhehenam për të hyrë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Mojen man, çdo eksperimentim i rrugicave dhe i ndjekjes së rrugicave në këtë botë do ta vështirëson kalimin e rrugës së vetme në botën tjetër. Andaj los Allahun subhanahu wa taala, Allahu të na mundsoj ndjekjen e kësaj rrugën këtë botë, e mësimeve dhe udhëzimeve të Zotit, të cilat janë rruga e vërtet, rruga e drejt, rruga e sakt, rruga e vetme e cila shpije tek mëshira Allahut subhanahu wa taala, kënaqësia e tij, e kjo pasaj do të na lehtësoj kalimin e siratit, i cili ka ardhur me përshkrime të ndryshme, përshkrime të shumta të asaj që e dini dhe jeni të informuar se çush janë cilësitë e asaj rruge, padyshim se lehtësimi i kalimit të saj varet nga rrugtimi i jon këtë botë. Zoti na mëson këtë botë me ecë mirë, drejt dhe sakt në rrugën Sirat al-Mustaqim, e në botën tjetër se rezultati i saj Allahu subhanahu wa taala me lehtësimin na mëson me kalu siratin mbi xhehenam, e kalimi i cilës pastaj është premia e madhe e shpërblimeve dhe e begative që Zoti i ka përgatit për robërit e tij, të cilët e ndjekin rrugën e drejtë në jetën e kësaj bote. Zoti na mëson të jemi të tillë, e neve na mbetet marrja e këtyre mësimeve dhe kujdesi i vazhdueshëm në ecjen në këtë rrugë. Zoti na mëson kalimin e kësaj rruge dhe hyrjen në xhenet. Deri atëherë, Zoti qoftë i kënaqur me ne.